Përshëndetje miq të Dok Tok, jemi në podcastin e parë të një podcasti që do të flasë shumë dhe do të ketë në qendër të tij shëndetin dhe të jetuarit shëndetshëm. Një podcast që mundësohet nga Trita Hospital, është i pari, por do të kemi një cikël të gjatë së bashku dhe jam e sigurt që ju do të na ndiqni në të gjitha platformat sociale, në internet, në YouTube, në Instagram, kudo, sepse sot interneti është ajo që na sjell më afër, kështu që s'është kemi shumë nevojë për televizionin, prandaj dhe kemi zgjedhur që kemi këtë hapësirë të vogël, por shumë interesante. E ftuara jonë e parë që do të na flasë për gjithçka ajo ka themeluar dhe ka sjell në shërbim të publikut shqiptar. Është një grua, është një zonjë, është një profesioniste, por mbi gjitha është një grua vizionare, sepse në vitet 2000 kur askush nuk e mendonte dhe nuk fliste për të bukurën në Shqipëri, ishte ajo që krijoi një institucion, do të thoya unë, një brand shumë të rëndësishëm që vjen të jetë edhe sot e kësaj dite, një nga brendet më të rëndësishme të estetikës dhe të shëndetësisë shqiptare, është në mua themeluesja e Dermolife Lida Hoxha. Tanieli, përshëndetje. Ti do të thosh se të kam thritur ty. E para njerë sepse ne të dyja njihemi shumë herët me njëra tjetrën. Unë kam qenë 17 vjeç, ishim të dyja një kurs italishte. Unë sepse doja të studioja në Itali, ndërsa ti, sepse sillje profesionistët dhe mjekët më të mirë italianë aso kohë në Shqipëri. Pikërisht, se ishte nisja e një projekti, për të sjellë në Shqipëri ekselencën italiane në fushën e kirurgjisë estetike. Po e çuditshme, ne jemi takuar atëherë dhe ishte një pauzë dhe u ritakuam përsëri dhe çdo gjë ndërmjet ne të dyjave ka mbetur si atëherë. Se ato mi kesha që edhe kur e stopor një bisedë, pastaj kur takohen edhe dhe vazhdon po aty. Unë nuk të kam pyetur asnjëherë, po dua të më tregosh pak si kanë qenë fillimet e tua, qoftë nga ana kur ti fillove të studioje për mjekësi dhe pastaj për të ndalur më shumë tek ajo filozofi që ishte Dermolife. Në fakt, vetë vitet 2000 kur unë e kisha këtë projekt të guximshëm, ishin vite të vështira. Dhe unë isha projektuar që do ta hapja kirurgjinë estetike dhe do merja, do mësoja dhe gjithçka do ta sillja nga Italia këtu në Tiranë. Por Italia në ato vite nuk ishte kaq kollaj e prekshme, si tani shkojmë në aeroport, pres një bilet, nisemi. Atëherë ishte viza në mes, pra do të nxirrej një vizën, do të shkojë në Itali pasi ta kishe marr vizën. Ne nuk e njihnim kaq mirë Italinë sa e njohim tash sot. Përveç njohjes Italisë si shtet, edhe mënyrën se si punojnë ne nuk e njihnim kaq mirë. Pra ne nuk dinim të hartonim kontrata, ne nuk dinim se do të silleshim me ata njerëz për të blerë produkte ose për të ndërtuar një bashkëpunim. Pra gjërat erdhën duke mësuar, duke e pësuar patjetër, shumë herë edhe e kemi pësuar nga kjo gjë, dhe duke mësuar dal nga dal. Vështirësitë kanë qenë të mëdha. Të do thoya, cilat ishin i mban mend vështirësitë e para? Po, unë mund ta filloj quaj mungesën e produkteve që më duhet i sillja që nga Italia produktet, mungesën e stafit, duhet ta trajnoja vetë stafin. Dhe unë mendoj që vështirësia numër 1 kur do që të ngresh një aktivitet, pra ti të sjellësh atë ide që e ke, ti ta vësh në jetë, është stafi. Dhe nëse stafi nuk ka mundësi që të trajnohet, po të duhet të trajnosh vetë. Pra, vetë të sjellësh idenë, vetë të bësh konsulta, trajnosh dhe stafin, vetë, pra çdo gjë vetë, këtu që ndron vështirësia kryesore. Në fillimet e mia, mbaj mend tani kur i kthehem, mbasi unë përpiqesha gjithë ditën dhe vazhdoja të isha në klinikë dhe ishte darkë, thosha, s'ka gjë, ndoshta unë sot nuk i realizova të gjitha gjërat çfarë kisha në plan, por nesër do liti sërish dielli dhe unë do filloj përsëri nesër nga e para. Pra kisha shumë ditë të tilla në fillimet e mia. Derisa pastaj gjëja kaloi në rrjedhën e vet, atë që ne mund ta quajmë normale. Po mund të edhe njerëzit e tu, duke ndjekur intervista më të hershme të tuat, di që kanë qenë skeptik për këtë filozofi që ti kishe. Edhe imagjinon pak tani se si mund të ketë qenë publiku shqiptar. Sa të është dashur ty që të futesh tek familjet shqiptare dhe të flisja aso kohë për Dermolife? Unë mendoj është normale që të mos kuptonin për këtë gjë. Kur e kujtoj se si më lindi ideja për Dermolife-in, mua më kujtohet që kur unë hecja rrugëve të Tiranës, vitrinat e dyqaneve dhe çdo gjë ishte shumë e varfër, nuk ishte si tani. Pra, ishte revolucionare shumë si ide.
Dhe normale që njerëzit nuk e dini çfarë ishte mjekësia estetike. Kështu që më duhet të flisja shumë herë, të flisja me njerëz që më vinin për herë të parë, që bëli konsultat e para, të riflisja përsëri. Unë mund të kujtoj që në atë kohë mua shtypi më ka për krau, televizioni më ka për krau, shtypi më ka për krau. Intervistat që unë jepja në televizion më ka dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme. Dhe ndoshta në ato intervista bëj pak a shumë ajo përçoi mesazhin dhe Po e ke përkrahur edhe ti, se duhet ta them këtë. Shumë nga ne që unë i ka pas më të vogla në fakt daljet e mia televizive, por kolegët e mi kanë qenë gjithmonë pjesë e Dermalife, kështu që ka qenë besoj një marrëdhënie bashkëpunimi e ndërsjellshme. po ka qenë një marrëdhënie mirë. Me televizionet, me shtypin, me televizionet ka qenë një marrëdhënie mirë. Domethënë unë kam vetëm një ndjesi të mirë kur e kujtoj atë kohë. Mund të më pyetësh natyrshëm që kur e ndjeve ti që kjo ide që unë kisha, ky vizion që unë kisha po përhapi në mas. Po, thur po përhape. Këtë mund ta them kur unë e shikoja që numri i pacientave që vinin në klinik, kur vinin te klinika Dermalife, ishte aq shumë sa unë duhet të bëja një listë pritje. Ose kur e kapja që çfarë ndërtonim ne si Dermalife, merrej si pikë referim nga klinikat e tjera dhe kjo ishte një kënaqësi shumë e madhe. Uroj që të jetë marrë më e mira e Dermalife-it. Filozofia ime gjithmonë për të bukurën ka qenë mos kërko të përsosurën. Tek ajo gjë që është naturale, aty kërko dhe vazhdo. Pra, mos kërko që një strukturë njerëzore apo lëkurën apo të bukurën, ti insistosh ta drejtosh tek e përsosura. Nuk ekziston e përsosura. Pra, bukurinë kërkohet te papërsosmëria. Dhe unë e pash që këtë filozofi timen në pacientët e Dermalife u përqafua nga një numër shumë i madh pacientësh. I kaluan kufit e Shqipërisë, më vinin pacient nga Kosova, nga Maqedonia, derisa vitet më vonë pastaj më erdhi edhe pacient nga Italia. Është ky trend italian që pastaj më të çuditshme është emigrimi i dytë si e quajmë ne, një herë shkuan shqiptarët me tani erdhën italianët dhe mësuan gjithçka ka italianët dhe tani erdhën italianët tek ne, po këtë mund ta flasim pak më vonë. Do shtrohemi goxha gjatë në bisedë, po dua të pyes, ti kishe këtë filozofi, arritë ta implementosh. Kur e ndjeve ti, sot dua të pyes për a kemi një konkurrencë të shëndetshme dhe kur fillove ta ndjeje që po krijohej një konkurrencë në Shqipëri sa i takon pjesës së estetikës. Konkurrenca ekziston gjithmonë. Si të thosh, është e keqja e domosdoshme. Në vërtet ne. Konkurrenca shumë herë varet se si e trajton konkurrencën, do të thënë si e pret, se është abstrakte si gjë. Unë mundoj të marr më të mirë nga konkurrenca, por unë nuk jam në gjendje që të zgjedh që konkurrenca të jetë ndershme. Me mua të fa. E vetmja gjë që unë të mbroj veten time është ta marr veten sa më shpejt nga goditjet që më jep konkurrenca. Pra, ato të mos lënë shenjë në aktivitetin tim, në gjithë botën time. Për këtë jam munduar, sepse jo gjithmonë sjellë konkurrencës me media që në ndershme, por këtë nuk e kemi në dorë. E kuptoj, po Dermalife sa punon fort për të mbajtur atë emrin e mirë të atij brendi që është tashmë lider në treg. Domethënë sa përpiqesh ti me stafin e mjekët, me specialistët, me menaxhimin e tyre, se nuk është e lehtë të menaxhosh. Domethënë është shumë e vështirë të menaxhosh 2-3 njerëz, jo më pastaj një industri kaq të madhe. Se po ndalem pak e Dermalife, pastaj do flasim për Trita Hospital që solli Dermalife, do të thënë. Po, Trita është një produkt i Dermalife. Realisht punohet fort. Pa pushim. Nëse ti do mendosh që unë punova, po tani do pushoj, atë kemi të mbrapa. Realisht punohet fort në staf, në teknologji, mbi të gjitha, në teknologji. Bota sot dhe mjekësia mbi të gjitha mbështetet shumë në teknologji. Dhe vazhdimisht kam sjell fjalën e fundit të teknologjisë. Vazhdimisht kam tentuar që të sjell profesionistë të vërtetë, doktor të shkëlqyer. Do të thënë asnjëherë unë nuk e kam bërë një negocim që të marr një doktor i cili do i pranonte më kollaj kontratën, unë ta kisha më të lehtë të lidha një kontratë me atë, por unë më mirë kam heq nga vetja dhe kam marrë një doktor të shkëlqyer. Gjithmonë një doktor i shkëlqyer kërkon shumë. Dhe aq më tepër
se po flasim akoma për Dermolife, në fillimet e mia ka qenë e vështirë që të sillje mjek nga Italia për të punuar në Shqipëri. Çfarë ishin mosbesues aty? Ishte mosbesues edhe imazhi i Shqipërisë në Itali, në kështu që është Po, patjetër. ata kishin ca ide të gabuara, kujtoni që ne ishim akoma si në vitet 90, në mënyrën si jetonim, në mënyrën si punonim, në mënyrën si ishim projektuar për të ardhmen. Pra, e kisha të vështirë për t'i sjell këtu. Kuptohet që kur vinin këtu, pastaj ndryshon të opinioni, shqipon një realitet tjetër. Pra, ka qenë të ndërthurur zgjedhja e një stafi, trajnimi i tij i vazhdueshëm, investimi tek teknologjia, tek aparaturat e fjalës fundit dhe tek stafi mjekësor, pra tek ne kirurgët e doktorët, këto kanë qenë 3 pika të rëndësishme, mendoj janë 3 shtylla thelbësore që kanë bërë Dermolife një brand të besueshëm. Dhe një gjë tjetër që duhet ta theksoj, kemi qenë gjithmonë korrekte me njerëzit. Kjo është e rëndësishme. Korrektësia me njerëzit të çon larg. Do të thënë, nëse ti do që të ndërtosh një brand dhe ti je i gjatë në treg, duhet të jesh korrekte me njerëzit. Në mënyrë absolute. Pastaj Dermolife krijoi një akademi që është një tjetër sukses i jote, do thoya. Pse lindi nevoja për këtë akademi që sot është shumë e rëndësishme. Unë mendoj që Dermolife, dua ta them pak shqip, furnizon të gjithë tregun shqiptar me estetistë, me të gjitha shërbimet që ju ofroni në akademinë e Dermolife dhe do në fakt të ndaleshim pak se cilat janë ato shërbime që akademia ka. Erdhi një moment në të cilën ne kishim aq shumë eksperiencë, kishim ide të tjera inovative, sa që kisha dëshirë që mos të mbetej aty tek ai stafi që trajnoja, sepse edhe stafi që do marrësh për në një klinik është i kufizuar, është i kufizuar, e trajnoj por është i kufizuar. Unë doja që këto ide ti eksportoja. Pra, shumë femra dhe vajza të studionin në mënyrë profesionale dhe jo të gabuar për mjekësinë estetike. E pash që tregu ishte shumë konfuz. Dëgjoj aty këtu që dikush tjetër një parukire shkonte dhe hapte një kënd, ka thoshte unë më bëj estetik. Dhe megjithëse ne ngritëm zërin në televizione, shkruajtur për gazeta, kjo nuk mjaftonte. Pra atëherë çfarë bëm? Pra atë pjesë që ishte shumë konfuze, edhe pa informuar, informuar. Dhe nuk dinte ku ti merrte këto njohuri për pjesën e mjekësisë estetike, atëherë menduam që të hapja një akademi. Dhe u hap Dermolife Akademia, e cila u hap që në 2017 dhe vit mbas viti është rritur në mënyrë të suksesshme, me një numër të konsideruar studentësh. Me krenari, unë mund të them që ne kemi ndihmuar në çdo vit me bursa, gra në nevojë, nëna me shumë fëmijë, gra të divorcuara, vajza dhe zonja që jetojnë në zona të thella të Shqipërisë, të cilat nuk e kanë mundësinë ekonomike për ta bërë të shkollim. I kemi ndihmuar jo vetëm me shkollimin, dhe mbasi kanë mbaruar dhe e kanë mbaruar vitin akademik në Dermolife Akademi. Ne kemi orientuar se si mund të hapni një biznes të tyre, si mund të nisni këtë rrugtim. I kemi ndihmuar me bazën materiale, i kemi ndihmuar se ku mund t'i blinin produktet, pa vazhdimisht ato kanë patur për krajën tonë. Është një numër i konsiderueshëm vajzash dhe grash që kemi ndihmuar. Dhe është një numër shumë i madh studentësh që kanë mbaruar në Dermolife Akademi, që sot kanë hapur aktivitetet e tyre në Shqipëri, në Itali, në çdo vend të Europës, në Amerikë dhe Australi. Kanë udhëtuar dhe ajo certifikata Dermolife Akademisë është në shumë klinika në çdo vend të botës. Ja krenare, ja krenare. Do të thonë, nëse ka një gjë kur unë kthej kokën mbas dhe jam krenare për udhëtimin tim, është Dermolife Akademia. Dhe sa vite funksionon si akademi ma shkërgo pak, se ndoshta në publiku nuk e di. U bë viti 8 si vjetësh, dhe ka një numër të konsiderueshëm studentësh. Pastaj ne edhe u rritëm vit mbas viti. Domethënë Dermolife Akademia nisi në fillim vetëm për estetikën e avancuar dhe qep në ndegët e saj, por si një dobësdëshmëri e tregut, ne pastaj morëm dhe një program për ushqyerje. Të tuar shëndeshë, Ajo çfarë unë duhet të theksin, Dermolife Akademia ka kurrikula europiane, të Bashkimit Evropian, të miratuara nga Bashkimi Evropian. Prandaj unë dua të flas, të ndale pak, sepse ka shumë të rinj sot të cilët janë të paorientuar, nuk dinë se ku mund të merren disa njohuri profesionale në fushën e ushqimit.
Dermolife Akademia ka kurrikula të Bashkimit Evropian. Ka një staf akademik të shkëlqyer që i jep këto leksione, të cilat i ndihmon si në pjesën e teorisë dhe në pjesën e praktikës. Pra, të gjithë këta të rinj të cilët janë shumë konfuz dhe nuk do dinin se ku do të orientoheshin dhe të merrin të merrin njohuri të thella profesionale për fushën e ushqimit, fare mirë mund të vijë dhe të marrin informacion në Dermolife Akademia dhe pse jo ta nisi edhe vitin akademik. Ka më shumë vajza apo djem? Jam kurioze. Në Për kur estetika i për programin akademik të estetikës, shumica janë vajza, ndërsa në programin akademik të ushqyerjes, unë mund të them që jam në numër të barabartë, Jemi në rrugë të mirë, jemi në një rrugë të mirë. Pse jemi në një rrugë të mirë? Deri para 5 vjetësh ose 10 vjetësh, ndoshta asnjëri nuk e diskutonte dhe nuk ishte kaq frekuente dhe të përditshme tonë se sa e rëndësishme është ushqyerja. Është e vërtetë. Dhe sot gjithmonë më shumë shtypi, televizioni, influencera të ndryshëm po japin informacione për të ndihmuar të gjithë njerëzit. Po jo të saktar, të ekstra. Këtu dua të ndaloj. Po japin informacione për të gjithë njerëzit sa e rëndësishme është ushqyerja. Unë mendoj gjithmonë më shumë ne do t'u lëmë vend profesioniste. Do të flasin mjekët dhe të tjerë profesionistë të cilët kanë marrë një informacion të dur akademik për të folur për ushqimin. Ushqimin është e përditshmja jonë, e përditshme e të gjithë njerëzve dhe nëse e merr dhe këshillun e gabuar do kesh dhe pasoja. Kjo është shumë e vërtetë. Kështu që pa le t'u lëm profesionistëve atyre që të flasin dhe le të profesionistët flasin dhe të vendosjen. Mirë, unë mendoj që dhe thash edhe në fillim që ti je një grua shumë punëtore, pra erdhi Dermolife, erdhi akademia, ti nuk u mjaftove me kaq, i hapi vetes një fund tjetër. Dhe më në fund kemi një spital në një lokacion fantastik, do thoja urime për lokacionin, sepse jemi mësuar zakonisht këto spitalet private funksionojnë të gjitha në periferi, por ndërkohë Trita Hospital është në një lokacion shumë afër qendrës së Tiranës. Po që në fillim nuk e gjoja veten në periferi, se që të ndërtohet një spital filloi një kërkime për vend ku do ta ndërtosh. Nuk e gjeja veten në asnjë lokacion që më sugjerua në periferi dhe sapo e pash të vendin, që në momentin e parë thash, ky është. Edhe e vendosa. Po pse Trita? Çfarë fitimi ka ky emër? Trita në fakt nuk është zgjedhja ime. Kur unë shkova në një studio për të vendosur se çfarë emri do t'i jepja spitalit, ata te kërkimet më thanë, shiko, Trita është perëndesha e shëndetit në kohën ilire. Është emër shqip. Natyrisht më pëlqeu ndër 2-3 emrat dhe i pyes, po kjo Trita, kur më shpjeguan, më kujtohet fare mirë që unë e mora të shkruajtur në një copë letrat e emrit se kështu i ndajnë në disa fleta të vogla. E mora atë dhe shkoj te gjithë stafi im te Dermolife dhe i them, si u duket? Dhe që nga ditë fillu përsërisin të gjithë. Po të bëhet në mendje, po të mendosh që si ishin hedhur themelet akoma të spitalit, dhe që nga ai moment ne fillonin përsërisim Trita dhe nuk ndryshojmë. Mbasi muaj ne nuk mund të vendosim më për një emër të dytë dhe u miqësua, mund ndjem që kjo strukturë do kishte emrin Trita. Çfarë mendove se po hapje ose po plotësoje në tregun shqiptar me Trita Hospital? Nga këtë vështrimi im, nga ato çfarë unë kisha menduar, sepse vazhdimisht të lindi një ide, thua, okay, unë arrita deri këtu në kirurgjinë estetike, edhe kirurgjia estetike paka shumë e luftonte dhjamin në trupin e njeriu në lipoaspiracion, në abdominoplastik, në disa procedura që ose i zgjedhin vajzat e reja ose i zgjedhin nënat mbasi kanë mbaruar gjithë procesin e lindjes së fëmijëve. Dhe kështu që natyrshëm lindi ideja se unë fare mirë mund të hapej një departament tjetër për qendrën e obezitetit. Okej. Dhe duke parë që në tregun e spitaleve këtu në Shqipëri mungonte një qendër e mirë fillt për obezitetin, unë mendova që prioriteti i Spitalit Trita do të ishte lufta kundër obezitetit. Obeziteti është sëmundja e shekullit, absolutisht. OKB-ja në programet e veta po jep një prioritet ushqyerjes dhe obezitetit. Nga obeziteti litin pafund probleme me shëndetin që janë diabeti, hipertensioni dhe kanceri. Këto janë të vërtetuara tashmë. Kështu që mendova që të hapja
një spital dhe prioriteti i këtij spitalit ishte qendra e obezitetit. Dhe tani unë mund të them me plot gojën që në Trita Hospital është qendra e obezitetit më e kompletuar që ekziston në Ballkan, e cila ka në qendër kirurgjin. Në kirurgjinë flasim për gas fix lift, bypass dhe lifting të stomakut, ja procedura këto invazive të forta, të cilat kirurgu vendos që të zvogëlojnë masën e stomakut deri në 70% dhe rezultatet janë ato të dukshmet edhe pacienti humb deri në 70% të peshës së vet. Flasim gjithmonë për pesha shumë të mëdha. Pesha mbi 160 kg, të cilat në personi që e mban atë peshë i është bërë jeta e padurueshme. Ka provuar me dieta, ka provuar që të ndjekin palestër, por këta persona dorëzohen. Patjetër. Edhe kështu që të gjithë personat që vinë dhe zgjedhin që të zgjedhin një procedurë kirurgjikale kanë provuar në jetën e tyre, qoftë me dieta, qoftë me palestër, qoftë me gjëra të tjera që janë sugjeruar, por nuk e kanë marrë të rezultat. Për post kirurgjisë që është qendra e qendrës së obezitetit, ne pastaj kemi ndjekjen me dieta. Vjen në ndihmë baloni, qoftë baloni me anestezi dhe qoftë baloni nga goja, dhe në fund fare është dhe psikologja. Është një ndihmë e vazhdueshme për të gjithë pacientët që zgjedhin të trokasin në derën e Trita Hospital. Pranë gjithmonë do keni një psikologe që do të ndihmojnë atë rrugtimin e tyre që ata kanë vendosur për të humbur kilogram të tepërt nga trupi i tyre. Pra, po më thua që Trita Hospital këtë ka si pikën e saj më të fortë dhe bën të ndryshme ose të veçantë nga spitalet e tjerë privat në Shqipëri, apo jo domosdoshmërisht? Unë mendoj që Tritën kjo e bën më të veçantë nga gjithë spitalet e tjera. Pa diskutim që kemi edhe departamentet e tjera. Unë mund të flas për departamentet e ortopedisë, urologjin, endokrinologjin, sepse pa diskutim endokrinologjia sidomosdoshmëri është zhvilluar sepse është pjesë e qendrës së obezitetit, një endokrinolog është edhe ajo një në ndihmë të pacientëve me mbi peshë. Kemi një laborator shumë të zhvilluar, por qendra e obezitetit mendoj që nuk ka të krahasuar me asnjë spital tjetër. Edhe kush është munduar nga spitalet e tjera, asnjë nuk e ka kaq të kompletuar sa e kemi ne në qendrën e obezitetit. Ke një rast ku je shumë krenare dhe ke parë rezultatet të mrekullueshme që keni shpëtuar jetën e një njeriu që mund të ketë qenë shumë mbi peshë? Po mund të përmend një djalë në një peshë 195 kg. Vet pesha që po të tregoj, ti e mendon që ai nuk ishte më në gjendje të shkonte në punë. Diabeti i tij ishte në shifra të frikshme, kishte probleme me zemrën e tjerë dhe një sër patologjish të tjera. Ka qenë një sfidë futja atij në sallë, pa diskutim ne ishim një ekip mjekësh që e diskutuam, kishte edhe hezitime brenda grupit, por ne vendosëm ta ndihmonim të djalë. Dhe ai sot është 70% më pak në peshë. Është një peshë fantastike, është gati njëri tjetër. Është në parametrat e vet më optimal, është i lumtur, diabeti është normalizuar, ai gati nuk ka më asnjë patologji që referonte para se të futej në operacion. Është i lumtur ai dhe familjarët e vet, madje edhe shoqëria e vet, na kanë ardhur dhe na kanë falënderuar për rastin në fjalë. Ky është një që përmenda. Ne bëjmë me dhjetra çdo muaj. Ne ndihmojmë gra mbi 50 vjeç, të cilat nuk mund të ecin dot më. Kanë një mbi peshë, nuk mund të ecin dot më. E kanë vendosur protezën në gjuhë dhe ajo është çan nga mbi pesha. E kuptova. Kemi ndihmuar zotrinj të cilët kanë ardhur në spital me bombë oksigjenit sepse mushkrit e tyre nuk funksiononin më nga mbi pesha. Pra, raste të tilla të ngjashme kemi shumë në rrugtimin ton në luftën kundër obezitetit. Pra, kam e 10 raste. Kam dhe adoleshent, 17 vjeç, 18 vjeç, të cilët nga stili i keq i jetesës dhe nga mënyra e keqe të ushqyerit, kishte arritur mbi pesha të frikshme dhe prindrit na kanë ardhur dhe na kanë takuar dhe na kanë lutur që t'i ndihmonim. Tashmë ka kaluar të problem. Domethënë, ata kanë bërë ndërhyrjen, i kanë humbur kilet e tepërta dhe janë plotësisht të shëndetshëm dhe njëri prej tyre baj mend shumë mirë, është në universitet tani. Donte një herë të fillonte mjekësinë, po pastaj nuk e vitoja, por përsëri ai ishte i lumtur dhe gjë që vendosi. Stafi mjekësor i Trita Hospital, sepse ne thamë që fillimet e intervistës që gjithmonë ke dashur të kesh cilësinë, të kesh në të mirët, në të gjitha
institucione dhe në gjitha gjërat që ti ngres sa i takon shëndetit edhe estetikës. Stafi mjekësor i Spitalit Rita është një staf mix, shqiptar e italian. Pra, doktorët, unë kam dhe doktorë që kanë ardhur nga Italia, kam edhe doktorë shqiptar. Natyrshëm ti mund të më pyetësh pse unë jam projektuar drejt Italisë, pse vazhdimisht po flas për Italinë. Po për fatin tonë që ne kemi komshi italian. Jemi shumë afër. Jemi shumë vërtet. Pra, organike më erdhi që të kisha këtë lidhje. E dyta, unë kam vlerësim për mjekësin italiane, është vërtet. Nuk do si dhe asnjëherë atë turken. Mendoj, është mendimi im. Kam vlerësim për mjekësin italiane. Është një nga sistemet mjekësore dhe sanitare më të shkëlqyera në Europë. Ka një sistem mjekësor fantastik. Dhe kjo është arsyeja që unë tentova gjithmonë që të sillem mjek italian. Arsyeja e dytë është që në kaq vite ata nuk më zgënjyen. Pra, puna e kirurgëve italian ka bërë që gjithmonë një numër më i madh pacientësh të mbetë të kënaqur nga puna. Pra, unë e vazhdova këtë bashkëpunim. Kishim patur rezultate kaq të mira, saqë pse ta shkëpusja. E kuptoj. Pra janë një sër arsyesh që më bën që unë gjithmonë të jem e fokusuar drejt Italisë. Drejt Italisë funksionuar, është shumë e mirë. Është filozofi shumë e mirë, ka funksionuar. Janë gjithmonë bashkëpunues, miqtë e bashkëpunues, të ndihmojnë gjithashtu që idetë e tyre, do thënë, ata nuk kanë një tendencë që këtë që di unë ta mbaj unë për vete. Unë jam gjithmonë vështruese ndaj tyre dhe kur ata janë bashkë, për shembull kur i duhet që në sallë të jenë një mjek italian dhe një mjek shqiptar, ata me bujarie japin atë që dinë. Më pëlqen kjo gjë. Jam shumë mendje hapur, janë shumë atëherë pse të mos e marr këtë filozofi të jetës së tyre dhe eksperiencave të tyre, pse po se marrë ta përshtasin në Spitalin të Rita. Kjo është arsye që kam vazhduar gjithmonë me ata. Me Itali. Përpara se të pyes pak për teknologjinë, se ti më thënë që gjithmonë e ke pasur dhe e ke dashur në institucionet e tua që të kishe fjalën e fundit të teknologjisë. Përpara se të hapje të Rita, kishe parti, kishe shkuar nëpër spitale të ndryshme, qoftë italiane ose në botë, për të kuptuar se si funksiononte një spital. Sepse nuk është aq shpërndjes, është më madh, është përmarrje shumë e madhe. Kur ishte duke u ndërtuar vetëm në mure si strukturë, atëherë unë shkova në Itali, në Rom, dhe unë bëra disa takime në disa spitalet më të famshme që janë në Rom. Dhe pash mënyrën se si organizoheshin, si organizoi stafi, si ndërtoi ky staf dhe si organizoi, se si trajnoheshin që secili të bëte punën e vet dhe të merrin maksimalin e rendimentit, si ishte inkorporuar teknologjia. Pa teknologji, një spital ka 2 pika thelbësore. E para është stafi, pra purimet njerëzore, dhe e dyta është teknologjia. Pra, nëse ti nuk sjell gjithmonë aparaturat më të fundit, atëherë kemi të mbrapa. Po, sepse sot çdo patologji në trupin ton ti do kalosh në një aparatur që të zbulohet. Pra do kalosh në një skaner, ti do kalosh në një gastropatologji, do kalosh në një siarm, do kalosh në rezonancë. Por të gjitha këto, çdo vit vjen për përsosur, çdo vit deri në gjë e re. Pra do të jesh gjithkohën në korrent për të dalje për të sjell dhe struktura pastaj kështu fuqizohet më shumë, ti pacient gjithmonë që vjen në këtë strukturë mbetet akoma dhe më të kënaqur. A është i shtrenjtë Rita Hospital? Kalova direkt të parat. Ke të drejtë. E mendova që nuk shikoj, ka që po ta shpjegoja këto pjesën e teknologjisë. Do ditë dhe njerëzit besojnë, është logjike. Unë mendoj që Rita Hospitali ka çmime të aksesueshme të pranueshme për çdo. Jemi munduar në maksimum që të bëjmë çmime të cilat çdo pjesë e popullsisë, çdo segment i popullsisë të gjej vete këtu. Dhe ne kemi pacientët nga të gjitha rrethet dhe nga të gjitha nivelet ekonomike. Ka ndihmuar rrjetet sociale për shpërndarjen këtij informacioni tek këtij spitali, ke punuar edhe në këtë drejtim? Ka ndihmuar shumë. Unë shikoj për shembull që vjen një 60 vjeçar për të bërë kolonoskopin. Kolonoskopi është ajo analiza që bëhet të kontrolluar zonën e trashëve dhe thotë, unë ju pash në Instagram. Pra, sot është shumë masive ndjekja. Pra, njerëzit futen në rrjetet sociale dhe marrin informacionin aty. Dhe për të rinjt, po, kur e shikon në këtë grup mosh që thotë mora aty informacioni, unë mendoj që na ka ndihmuar. Ekziston akoma në Shqipëri dhe para nevojë që
kalohet të kohë më kohë lajmi, pra mbetesh ti e kënaqur dhe vret familje të Robin të patjetër, sepse funksionon kudo kjo, por tani është shumë e shumë fishuar që rrjetet sociale të ndihmojnë, të ta përçojnë, pra atë që do të përcjellësh te njerëzit të ndihmojnë. kjo është shumë e vërtet. Ja ti nuk e di, unë po ta them sot që kushëria ime që jeton në Greqi do që të vi të rregulloj, të bëj një ndërhyrje të hundës dhe unë të gjitha punët e Dermalife-it i kam çuar sepse është e vërtet që ajo që më jep mua besim, doja shumë që t'ja përçoja edhe të tjerëve, sidomos familjarëve, sidomos ata që ne ndajmë kohën më të madhe dhe të përditshme. Po, kështu funksionon për ti. Ashtu funksionon për ti, po përpara se të shkoj dhe të pyes pak ty si personar, si grua, si nën, dua të di, a jeti e lumtur kur shikon kur pacientët, qoftë ata që dalin nga Dermalife, qoftë nga Trita Hospital, dalin të lumtur, edhe e sugjerojnë pastaj emrin e të dyja bebeve të tua, si të dyja bebe. Kjo është lumturia më e madhe ma çdo profesionist dhe patjetër edhe për mua. Do të thotë, kjo kur ndodh kjo gjë dhe ti e dëgjon këtë ta thon shpesh, atëherë kjo është shpërbimi më i madh për sfidat dhe lodhen e përditshme që ke kaluar, sepse për hir të së vërtetës, çdo ditë në spital është një sfidë më vete. Asnjë ditë nuk i ngjan një tjetër, pra janë kaq të ndryshme në dinamikën e vet, në problematikën që sjell, kështu që kur dëgjon pastaj raste kështu të suksesshme, ose kur ti dëgjon që e kanë marrë atë rastin të vinë me foton, na vinë pafund pacient, dhe thonë ne pa duar ashtu, thuaj dhe dua kështu, pavarësisht se pastaj ajo përshtatet dhe i gjene nuk ndikej fotot, por ai ka parë raste të suksesshëm, ka parë atë punë të suksesshme dhe ka ardhur. Kjo është lumturia më e madhe. Tani, unë di që ti ke 2 fëmijë, por ndërkohë ke edhe Tritën edhe Dermalife, pra je nën e 4 fëmijëve. Për 2 fëmijë dhe tu, me datë të vërtetë, të cilët ti me cilët bashkëpunon edhe i ke pjesë të ekipit të stafit tënd. Mendoj që ju ke marrë shumë kohë nga ajo për kujdesja që si mami duhet t'i jepja, i ke ndonjë borxh të 2 fëmijëve të tu? Unë kam 2 fëmijë që janë drita syve të mi, ashtu sikur se janë fëmijët për çdo nën. Kam një vajzë dhe një djalë, të cilët janë më të bukurit e botës. Unë kështu mendoj gjithmonë për andash, nuk e di nëse po e egzagjeroj pak duke thënë, por unë nuk e di sa realiste jam për flas për fëmijët e mi. Në mënyrën time, mendoj që nuk i kam lënë gjë mangut. Pra, unë i kam lënë mangut lidës, si femër, si grua, por gjithë koha ime është ndarë ndërmjet punës time dhe fëmijëve. Mendoj në mënyrën time që nuk i kam lënë gjë mangut. Të e mpyetur dhe pak ata do të bëjtë. Po, kjo dëshira për t'i pasur afër është dhe një lloj forme që ata ta trashëgojnë më pas këtë gjë, ti ke dashur që t'i mësosh me këtë frymën e biznesit. Kjo ndodhi shumë natyrshëm. Çdo gjë që më ndodhte mua ditën e punë, që kur ishin të vegjël, ne diskutonim në ndar familje, çdo gjë. Dhe pastaj ata këtë gjë dëgjuan dhe janë përfshirë natyrshëm. Është shumë mirë. Vajza ime ka mbaruar në Vjenë për menaxhim spitalor dhe tashmë është këtu në spital dhe bën po këtë punë, pra kam krahë të djathtë. Dhe djalli gjithashtu është akoma në shkollë, por unë e shoh që është i përfshirë, sepse këto janë për ne nuk mbaron puna. Mbaron orari zyrtar, por ne në shtëpi flasim po këtë gjën. Flasim për probleme të përditshëm dhe mendoj që natyrshëm janë përfshirë në këtë gjë që kemi ndërtuar. Pra të mendosh mendoj të tua trashëgoja pa diskutim fëmijët të trashëgojnë një të mirë materiale, një aset që por të përfshireshim me anën profesionale erdhi shumë natyrshëm. Asnjëherë nuk do t'i detyroja në zgjedhjen e tyre, ju përshëllu dhe kanë bërë të zgjedhje. Je shumë e lumtur besoj që i ke jo vetëm në shtëpi, por i ke edhe këto. Patjetër, jam shumë e lumtur. Edhe për një vërtet nuk kemi të debate të vogla, kuptohemi për këtë gjë, është shpat kjo gjë. Po mirë, nëse do ktheje kokën pas edhe do bëje një përballje të lidës që njoh unë, që në vitin 2004 me sot këtë CEO-n e famshme, do thoja e njohur shumë këmbgulse, të vitit 2025. E kishe menduar ti veten kaq që
do arrije këto suksese kaq të mëdha? Në fakt janë 25 vjet, është shumë. Unë nuk them dot që e kisha menduar atëherë. Si e mendoja atëherë? Atëherë ke pas atë pasionin e një të riu, pa u thënë. Atëherë mendoja, ta them tamam, ai liteki që mendoja atëherë. Lexoja revistat, shikoja ato emisionet me Itali tek këtu, kështu dhe thosha do hap një kënd për të bukurën këtu në Shqipëri edhe ta bëj ashtu si di unë. Pra, kaq ishte ajo. Çdo gjë pastaj erdhi duke u rrita unë, kaloi koha, u rrit e gjitha e këndi vogël që ndova unë. Gjërat vinë natyrshëm pastaj. Mendoj që në këta 25 vjet kam dhënë maksimalen time dhe kam bërë më të mirën e mundshme. Kështu mendoj. Por në mënyrë absolute që atëherë kur kam nisur nuk e mendoja që do isha sot, do flisnim kështu për bam në një strukturë e cila quhet Trita Hospital. Jo nuk e kisha menduar atëherë. Çfarë do të thotë lidhës atyre viteve sot? Kam vetë diçka pishman? Ka akoma një ëndër në sirtar, këti akoma ëndra. Unë mendoj që njerëzit të cilët deri në pikën e fundit kur frymojnë, kanë gjithmonë ëndra, duan të ecin përpara, duan të shtojnë. Do t'i shtosh diçka Trita Hospital, ta zjerosh, nuk e di më trego pak se jemi drejt fundit edhe. Okej, atëherë unë do të tregoj për këtë që më pyeti, nëse do t'i shtoj një gjë Trita Hospital dhe pastaj unë do t'i them një fjalë lidhës atëherë në fillimet. Ne kemi një projekt tjetër. Është çuditshme që ti po më pyet, sikur ke marr pak informacion. Ne kemi një projekt për të hapur Trita Dent. Oh, super. Dhe madje ambienti është bërë gati. Okay. Edhe kjo është një sfidë tjetër. Dhe unë mendoj që edhe këtë ne do ta bëjmë po aq mirë sa dim t'i bëjmë gjërat. Se vëndushem. Jemi një ekip fantastik. Punojmë për ditë për këtë gjë, edhe shumë shpejt do dëgjohet edhe për Trita Dent. Shumë shpejt. Gjithkohon ashtu e ndërthurur me një staf fantastik, excelent. Edhe Trita Dent unë do kemi staf shqiptar italian. Themi teknologjinë e fjalës së fundit. Uroj t'ja dal. Do t'ja dalësh, kështu që tani do të më thuash pak se çfarë do t'i thojë lidhës. Atë fjalë lidhës para 25 vjetësh. Lidhës së para 25 viteve do t'i thosha nuk ishte fat. Rezistova me shumë besim dhe me dashurinë e thellë për atë çka unë di të bëj më mirë. Pra, orë të gjata punë edhe as pak dorëzim. Vetëm përpjekje, vetëm punë dhe një vizion i qartë për aty ku do arrija. Unë kam patur shumë besim në vizionin tim. Ndoshta kjo më ka shpëtuar në gjithë këto vite, sepse ka njerëz që dorëzohen. Isha shumë e bindur që në fillimet e mia që unë do t'ja dilja. Gjithmonë kam pas ide, gjithmonë kam besuar që me vizionin tim do t'ja dat. Nëse është një vizion i qartë, të gjitha gjërat e tjera pastaj sistemozen e marr. Është ndoshta ky edhe një mesazh për gjithë ata që mund të kenë sot, mund të jenë lida sot. Për të gjithë ata të rinj që duan të rrshje në fushën e sipërmarrjes ose një gjë të vogël. Çfarë do që të duan ata? Unë personalisht si nuk e kam qef këshillat, sepse nuk mendoj që njerëzit duhen ndjekin këshillat tona, po besoj ti për gjithçka ke arritur. Ndoshta hitaja për një mesazh për ata do t'ju thosha, ndiqni ëndrrën, asgjë nuk është e pamundur. Mirë, ky është episodi i parë i Doc Talk në fakt nga Trita Hospital. Shpresoj shumë që të na keni ndjekur, edhe uroj që të na ndiqni në gjitha platformat sociale. Unë shpresoj që të takojmë shumë shpejt në episodin tonë të dytë, edhe doja që t'i thoja, të jetoni shëndetshëm, të jetoni bukur dhe kur mos ndaloni së qenurit njerëz të frymëzuar. Është shumë bukur të jemi të tillë. Edhe siç e thash dhe më përpara, ky podcast do të jetë shumë i vërtetë, do të jetë me histori personale dhe jam e bindur që gjithëve do t'ju frymëzojnë. Takojmë në episodin e radhës.